Jeta ndryshon në qoftë se ti shikon këto 3 pika në jetën tënde. E para, kush është problemi që ty të shqetëson? E dyta, çfarë mund të bëj unë që të gjej një zgjidhje? Dhe e treta, kush janë rezultatet që mund të vinë nga kjo punë që do bëj unë me veten time dhe që do kaloj këtë kohë për të zgjidhur këtë temë ose problemin si mund ta themi. Për të gjitha këto jam këtu të të ndihmoj. E para, me artën e shpirtit, kontratën e shpirtit që ti mëson 21 fushat e jetës tënde, pse të ndodhin disa gjëra. Dhe gjithashtu kontratën që ka bërë shpirti dhe çfarë erdhi të bëj këtu në tokë, me çfarë mënyrë do ta bëj dhe ku do shkoj dhe shpirti si mund të evoloj me punën që duhet të bëhet. Jepet vërtet, punojmë me të treja këto pikat, shikojmë problemin, pse ke ardhur, si mund ta bësh, sepse kontrata e shpirtit të jep dhe zgjidhjen dhe të jep dhe rezultatet me çfarë mund të ndryshohet në jetë. Dhe këtë ta them nga përvoja ime. Të gjitha këto nuk të duhet as edhe një gjë të bësh, vetëm të më dërgosh ditën e plotë të lindjes tënde, ashtu si ke të shkruar në pasaportën tënde. Dhe mbi të gjitha, është dhe mënyra e dytë që mund të takohemi nga afër, akoma dhe në grupe, me sistemi përfaqësik transformues 333, që në bazë të atyreve problemeve ose temave që ty të ndikojnë deri tani në jetën tënde dhe nuk e gjetur zgjidhje, ne mund të gjejmë zgjidhje së bashku dhe në individ dhe në grupe për të vendosur në vendin tënd, në familjen që ti urrite, gjithashtu dhe në familjen që ke krijuar, akoma dhe në çfarë pozicioni ke qenë si fëmijë dhe a e vazhdon këtë hierarki në familjen që ke krijuar, ku janë bllokimet dhe jo vetëm, dhe shumë të tjera. Dhe këtë dua t'ju them një lajm të mirë, se së shpejti në muajin korrik në Hotel Hilton do ndodhem nga afër, jo vetëm për të gjitha këto që mund t'i kombinojmë të gjitha së bashku, gjithashtu për të sjellë dhe nga afër për ju që jeni të interesuar dhe me çmim oferte 2 librat e mi të rinj. Nga hijet në dritë, që është për ty grua që nuk kishe vend në familjen tënde dhe si femër që urrite dhe kur urrite në familjen tënde dhe zgjidhjen, gjithashtu dhe për të gjithë sistemin familjar, pse ne kalonim të gjitha ato probleme dhe të bëhemi pjesë e shkëputjeve të zinxhirëve nga e kaluara dhe paraardhshme dhe ka ushtrime dhe zgjidhje, dhe këtë do ta marrësh me ofertë. Është një libër që nuk është vetëm ta lexosh, por ka dhe zgjidhje dhe rezultate. Dhe rezultatet janë dhe përvoja ime. Dhe libri tjetër, Drita e Ylberit, 366 pralla nga për fëmijën tonë të brendshëm, për ty të vogël, fëmijën e vogël, dhe për ty person që je tani i madh, po që ke një fëmijë të brendshëm të vogël, që nuk e ke parë asnjëherë, nuk je lidhur me veten tënde. Dhe atë që mund të bëj ky libër, ndërmjet strukturës që kam krijuar çdo prallë për çdo natë, se janë 366 pralla për çdo natë, për tër vitin, dhe do të ndihmojë që ti të reflektosh në atë emocion që ti e ke mbajtur të mbyllur, por jo vetëm të gjejmë zgjidhjen me afirmime të ndryshme, me ushtrime të ndryshme, akoma dhe ndërmjet vizatimit, ndërmjet prallës që ti do lexosh dhe që do ta shikosh ku ti në veten tënde e ke bllokuar një emocion dhe ta lirosh. Për të gjitha këto do gjendemi në Tiranë në muajin korrik, por në të njëjtën kohë mund të bësh porosinë e këtyre librave kudo që je në gjithë botën në numrin 0030 699 321 4637. Tani për tani nuk do t'i gjesh në asnjë librari, sepse këto janë nxjerrë nga mua dhe do t'i shpërndaj unë nga afër ose kudo që të jeni. Prandaj
ju mirëpres të gjithëve, sepse vërtet janë 2 kryevepra që do të ndihmojnë të vogël dhe të madh, grua ose burr, fëmijë ose të madh, të lirosh shumë emocione dhe të marrësh atë fuqi në dorë për të patur rezultatet e duara që i prisni deri tani në jetën tënde. Erdhi koha që ne të përqendrohemi tek vetja jonë dhe ti do marrësh vendimin në qoftë se je i dashur të bësh diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Ju përshëndes. Për më tepër video dhe diçka më tepër për librat, mund të më gjeni këtu në TikTok, mund të më ndiqni në rrjetet sociale, gjithashtu edhe te kanali im në YouTube, Flutra me Fat 333. Dhe shpërndajni këto video dhe në njerëz të tjerë. Do t'ju isha mirënjohëse të komunikonit dhe të komentonit në këto video duke më thënë çfarë dëshironi ju, në çfarë pozicioni të jetës gjendeni dhe çfarë pikërisht do t'ju ndihmonte më tepër ju. Jam këtu me misionin tim për të sjellë harmoni, qetësi, paqe në çdo person që është gati vërtet të bëj diçka ndryshe. Dua të ndaj përvojën time dhe ndryshimin e jetës time. Ju dua shumë, ju përshëndes.